disa rregulla në politikë, po më duket rregullat janë shumë elastike dhe nganjëherë ka goditje në brez dhe ato nuk ndëshkohen dhe fatkeqësisht që unë jam në një subjekt ku vërtet po mundohem të jemi korrekt ndaj atyre që na kanë mbështet. Dhe këtu është një dallim, domethënë në politikë kundërshtarët janë rival vërtet shumë të ashpër dhe nganjëherë në politikë luhet pa parime, kurse në sport gjithmonë ekzistojnë parimet. Rregulla e fair play, po më duket që në politikë nuk ekziston. Pro, formon e ma shpejt qeverinë nisa me punu për sport, se viti 2030 Janë afër, projektet janë të gatshme, programet janë të gatshme, planifikimi është i... Gjithë këta këtu, edhe përfshirë dhe këta, i kemi synë nga te, ta kesh me di këtë. Po, të gjithë këta kanë kontribu dhe po kontribojnë vazhdimisht për sportin, unë besoj që të gjithë këta kanë, në sport ka nevoj për njerëz të ri, ka nevoj, shumë ka nevoj që të kyqen pjesët dërmuese e sportistëve që kanë kontribu, që e njohin sportin, dhe mes në tyne këtu kemi, Zhdrela ka qenë disa herë futbolist i vitit, i dinë rrethanat shumë mirë, dhe Blendi ka qenë njëni prej perspektivave të futbolit, më ka pëlqy, fatkeqësisht që s'kemi pas rast me punu, unë e di që ka qenë njëni prej futbolistëve ma me perspektivë që mu jashtëzakonisht shumë ka pëlqy, jo pse është këtu, me Granitin kemi punu, kurse Lavdimi është Lavdimi është shijen e sportistëve, futbollit, të parashikimeve, të vendosjes lojtarëve, kemi pas rast me Telegrafin apo gjatë kampionateve evropiane kemi shumë ide të ngjashme dhe ka qenë në aspektin e vendosjes e lojtarëve, të ekipeve, pas zgjedhjes, ka qenë shumë kreativ dhe interesant i gjithanshëm në vendosjen e lojtarëve. Dhe kjo është fakt që e njeh mirë sportin dhe po shpresojmë që kemi me kontribut gjithë në mirëvajtje të sportit. Cëllin prej këtyre, pyetja fundit e kishte ftuar politik, cëllin prej këtyre që janë këtu? Të gjithë mund të jenë pjesëmarrës në politikë. Po, se kështu pjesëmarrës jemi të gjithë në politikë. Unë mendoj që në politikë kam qenë i detyruar me hi këtu në këtë sferë, sepse unë mendoj që ka nevojë. Ju e dini çka ka ndodhur me sportin tonë në 20 vitet e fundit. Ende kemi shumë probleme në shumë aspekte, edhe në infrastrukturën, në kuadra, edhe në planifikim, edhe në programim, krejt janë këto që janë evidente, por subjekti ku jam unë e ka ekipin më të mirë të sportit edhe të kulturës. Unë ju garantoj këtë sepse kom pas rast me pa projektet, kom pas rast me punu me Qekun, me Daulina Osmanin, me ekipet tjera që janë pjesë të këtij kabineti që vërtet janë shumë profesionistë. Ke prof, shumë suksese, shpresojmë që shumë shpejt të formohet. Shumë faleminderit, a je optimist, a je... Unë jam optimist sepse jeti aty, jo për diçka tjetër. Faleminderit shumë. Kështu që besoj që gjithë jemi për atë arsye dhe ka pas nevojë kuvendi të jetë një zë nga sporti. Gjithsesi, Dikush ka ndije, ka përjetu, e din se çfarë duhet një sportist e kësaj. Kështu që besoj që pajtohesh me mua. Që vjen nga tereni. Faleminderit. Për terenit. Okej, pikthemi futbollit, por po flasim për atë se çfarë u zhvillu gjatë kësaj jave në Superligën e Kosovës në futboll, apo e nisi prapë me ty. Në fakt janë 3 fitore radhëse të ish skuadrës Mentor Zhdrelës Llapit, ku ka qenë drejtor sportiv. 1-3 dhe tashmë Llapi ngritet paksa në pozitë duke ikur asaj pjesës poshtme të tabelës. E kemi diskutuar edhe me mentorin rreth cilësisë, edhe kur ka qenë Llapi në pjesën e poshtme të tabelës, mentori ka qenë optimist dhe kemi diskutuar. Unë nuk e pash tabelën sepse këto ekranit janë pak ma largë, nëse i afroni ma afër, jo pse nuk i shohim, po është vërtet shumë largë. Llapi është në pozitën e 6 me 39 pikë, prof. Po kjo tabelë s'di ndoshta. Okej, tash afro. Është e mirë, unë nuk po muj, nëse kishte me qenë ekrani pak ma afër, jo pse është largë në aspekt, po janë... Ta kemi këtu mrapa, Besi. Nëse mundemi mrapa... Këtu mrapa ta kemi. Kështu... Llapi ka ekip cilësor dhe është ditë që ai do të largohet nga kjo pozitë e vështirë
Dhe atëherë kur jo është dashtë mes shumë ti llapit, do me thonë